Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 2 mars dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Marsi është dita 61 të kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 303 ditë. Ngjarje 1444. U formua lidhja shqiptare e Lezhës. 2008. Dmitri Medvedev fitoi më së shumti vota në zgjedhjet për kryetar në Rusi. Lindje 1824. Lindi Beatrice Smetana, kompozitor çek. 1931. Lindi Mikhail Gorbachev, politikan sovjetik dhe rus. 1936. Lindi Skënder Hasko, shkrimtar shqiptar. 1949. Lindi Eddie Money, këngëtar amerikan. 1962. Lindi John Bon Jovi, këngëtar, kitarist, kompozitor dhe aktor amerikan. 1968. Lindi Daniel Craig, aktor anglez. 1981. Lindi Bruce Dallas Howard, aktore amerikane. Vdekje 1855. Vdiq Nicolas Parr, perandor i Rusis. 1925. Vdiq Luiq Gurakuqi, poet, publicist shqiptar dhe figurë e quar e lëvizjes patriotike. 1939. Vdiq Howard Carter, arkeolog britanik. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Bill Gates, i cili është pronari një prej kompanive më të mëdha, Microsoft. Bill Gates është pronari dhe kryearkitekti i softwaret të firmës së njohur Microsoft, e cila bën xhiron rreth 36.84 miliard dollar amerikan në vit dhe ka 128.000 punonjës. Të shpërndar në 85 vende të ndryshme në botë. I lindur më 28 tetor të vitit 1955, Gates u rrit në Seattle të SBA-ve bashkë me 2 motrat e tij. I ati, William Gates, ishte avokat, ndërsa Emma, Mary Gates, ishte një mësuese dhe drejtoresh e United Way International. Gates ndoqi shkollën fillore publike dhe më vonë shkoi në shkollën private Lakeside School. Atje u krijua pasioni për software dhe filloi të programonte kompjutora që në moshën 13 vjeçare. Në vitin 1973, Gates filloi studimet në Universitetin Harvardit. Gjatë kohës në Harvard, ai krijoi një version të gjuhës së programimit BASIC për mikrokompjuterin e parë, MIT Altair. Në moshën rinore, Gates la Harvardin që t'i përkushtoi Microsoftit, një kompani që ai kishte ndërtuar në vitin 1975 bashkë me mikun e tij të fëmijërisë, Paul Allen. Duke u drejtuar nga besimi se kompjuteri do t'ishte një vegël e nevojshme në çdo zyrë dhe shtëpi, ata filluan të krijonin software për kompjutera personal. Vizioni i Gates për kompjuterat ka qenë baza e suksesit të Microsoftit dhe të industrisë së softwaret në përgjithësi. Në vitin 1999, Gates shkruajti librin Business the Speed of Thought, që tregon si teknologjia e kompjuterave mund të zgjidhë probleme biznesi në mënyra të reja. Gates u martua më 1 janar të vitit 1994 me Melinda French Gates. Ata kanë 3 fëmijë. Gates ka pasion leximin dhe i pëlqen të luajë golf. Ai tashmë është njeriu i dytë më i pasur në botë. Gjithashtu, është një filantropist. Ai bashkë me gruan e tij, Melinda, kanë krijuar fondacionin Bill and Melinda Gates, që menaxhon më shumë se 27 miliard dollar amerikan për të ndihmuar iniciativa filantropike në fushën e shëndetësisë dhe edukimit në mbar botën.
Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlera ushqyese të mangostin. Mangostina është cilësuar si mbretëresha e frutave dhe ka veti shumë të çmuara për shëndetin. Ajo ka madhësinë e një portokalli, ka lëkurë në ngjyrë të vjollcë të fortë. Kinezët janë njohur për përdorimin e mangostinës në mjekësinë e tyre prej qindra vitesh. Origjina e saj është Azia Juglindore. Mangostinën sot e gjejmë në Tajland, Filipine, Jamaikë, Kubë e të tjerë. Besohet se ky frut është i pasur në shumë vlera ushqyese dhe ka nivele të larta fenolesh. Mangostina është një ndër fruta që përmban përqindje më të lartë të zeankthinës, e për më tepër, mangostina përmban shumë kalcium, hekur dhe vitamin B1. Ky frut dihet të jetë shumë i dobishëm dhe ka veti medicinale dhe terapeutike. Është përdorur për 1000 vjet në mjekësinë tradicionale orientale. Njihet për cilësitë e tij për të trajtuar sistemin kardiovaskular, sistemin nervor dhe metabolizmin. Ka fuqi si antioksidant, shumë i dobishëm në luftimin e radikaleve të lira dhe në luftimin e plakes, veçanërisht të lëkurës. Fruti ka rreth 70 kalori për 100 gram, është i pasur me vitamin C dhe B, fibra dhe minerale të tilla si bakri, mangani, magnezi, kalciumi dhe kaliumi. Vitaminat B përkatësisht B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, acidi nikotonik, B4, B5, B6, B9 që është acidi folik. Këta element përmirësojnë aktivitetin e trurit dhe funksionin e mëlçisë dhe ka një efekt pozitiv në rritjen e flokëve. Vitamina C rrit rezistencën e trupit ndaj baktereve dhe viruseve dhe gjithashtu pastron trupin nga toksinat e dëmshme. Kaliumi rregullon ekuilibrin ujë-krip të trupit dhe eliminon alergjenët nga trupi. Hekuri, niveli i hemoglobinës dhe funksionimi i qëndrueshëm i gjendrës së tiroides varet nga ai, si dhe në kohë e fifjeve të vitaminës B. Bakri ul presionin e gjakut, ndihmon në formimin e hemoglobinës dhe kolagjenit. Magnezi jep energji trupit, ruan tonin e muskujve. Një nga studimet tregon se si mangostina mund të reduktojë bindshëm rritjen e tumorit. Ajo gjithashtu është përdorur kundër kancerit. Rekomandohet për të rinjt, fëmijët në rritje, atletët dhe gratë shtatzëna. Përmbajtja e tij e lartë e kaliumit dhe sasitë të ulta të natriumit e bëjnë atë një ushqim perfekt për ata që vuajnë nga hipertensioni. Ka veti shëruese për trajtimin e inflamacionit të stomakut. Përdoret për të ngadalësuar diaren. Parandalon probleme me lëkurën, është antiseptik, përmirëson sistemin tretës. Rekomandohet për parandalimin e llojeve të ndryshme të kancerit. Nga ana tjetër, shumë natyristë shohin në mangostin një zëvendësues natyral për ibuprofenin, sepse ka veti antiinflamatore dhe meqense është një frut që nuk ka efekte negative sa efektet që mund të ketë një ilaç. Mangostina përmirëson tonifikimin e lëkurës, stimulon qarkullimin e qelizave dhe ndihmon balancën natyrale të epidermës duke nxitur hidratimin. Mangostina është përdorur për të trajtuar infeksionet e lëkurës dhe diaren. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshje shiu, ndërkohë në zonat më malore të vendit parashikohet të ketë rreshje dëbore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 10 metër për sekond, në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgësime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 8 deri 16 gradë Celsius, Kukës 2 deri 6 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri 11 gradë Celsius,
Tiranë 9 deri 15 gradë Celsius, Durrës 11 deri 14 gradë Celsius, Kavaj 11 deri 15 gradë Celsius, Elbasan 9 deri 15 gradë Celsius, Berat 9 deri 14 gradë Celsius, Korç 2 deri 7 gradë Celsius, Vlorë 10 deri 15 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri 11 gradë Celsius, Sarand 9 deri 12 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjedhime dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 5 deri 11 gradë Celsius, Podujev 3 deri 10 gradë Celsius, Skënderaj 5 deri 11 gradë Celsius, Pej 3 deri 10 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri 11 gradë Celsius, Gjakov 3 deri 11 gradë Celsius, Malishev 4 deri 11 gradë Celsius, Gjilan 4 deri 12 gradë Celsius, Ferizaj 4 deri 11 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri 10 gradë Celsius, Prizren 2 deri 9 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, Twitter dhe TikTok. Ndërkohë, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.